t'i zgjedhin vetë aleatët, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kuptojnë më mirë se kushdo vend tjetër se çfarë është problemi i karteleve në Shqipëri, dhe thënë këto, atëherë ne kalojmë më pas në një proces elektoral zgjedhor normal dhe qytetarët të votojnë të lirë, të votojnë ku të duan, sepse i nderuar, çështja e karteleve në Shqipëri nuk është më një çështje kombëtare. Është çështje kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe po ju them një gjë, që mora si informacion sot. Jo si informacion, por që ma vun në duke sot. Që nga kthimi i Altin Dumanit nga Departamenti i Shtetit, ka 18 statuset ambasadës amerikane këtu që flet për kartelet. Po. Atëherë, edhe në ditën e Fesës Kombëtare Shqiptare, posimi ishte kundër karteleve të drogës. Po janë 18 posime pas kthimit të Altin Dumanit në atë kohë kryetar i SPAK-ut, ka 18 reagimet të ambasadës në lidhje vetëm me kartelet e drogës. Mesazh më i qartë nuk mund ta gjesh, në mendimin tim. Tani, për shkak se jemi në këtë situatë, kemi një opozit e cila thot, ekonomia është katastrofë. Të rinjt po largohen, nuk blejnë dot shtëpia. Bandat uzurpojnë çdo cep të vendit, korrupsioni ka arritur majat. Edi Rama përdor pushtetin politik për të mbrojtur hajdutët e vet, se do të mbrojë veten e vet. Atëherë çfarë kërkohet? Një qeveri tranzitore që të garantojë stabilitetin në vend. Kemi kryeqytetin që qeveriset nga burgu, që është një absurd, pa jemi totalisht të destabilizuar. Kryetaria e Akshit, shefja e Akshit që ka dhënat personale, drejton nga arresti shtëpiak, ku ndodhin këto? Vendi është i destabilizuar. Që të kthejmë stabilitetin në vend, duhet largimi i qeverisë, hapja rrugë për një qeveri teknike që cili më pas zgjedhje të lira dhe ndershme. Dhe për këtë, çdo lloj forme dhe mënyre që të ndjek opozita është e vlefshme. Për sigurinë kombëtare, çdo formë është e vlefshme. Për demokracinë, çdo formë është e vlefshme. Për zgjedhje të lira dhe të ndershme, çdo formë është e vlefshme.